Piku i sezonit të luleshtrydhes në zonën e Frakullës po shoqërohet me rritje të eksporteve, megjithë dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e janarit. Fermerët sqarojnë se në zonat që nuk u prekën nga përmbytjet, prodhimi është i mbarë dhe po eksportohet masivisht drejt vendeve të BE-s dhe Ballkanit. Të dhënat nga Drejtoria Bujqësore konfirmojnë se ka rritje të eksporteve, por për llogaritjet pritet të bëhen në fund të sezonit. Kjo rritje shpjegohet me përdorimin e insekticideve biologjike që po aplikohet në mas nga fermerët në Frakull, një metodë më e kushtueshme se ajo tradicionale, por garanton që produktet të mos kthehen mbrapsht në dogana për mbetje të larta pesticidesh. Në momente është në kulmin e saj luleshtrydhja që ne po eksportojmë, se edhe prodhimi është rritur, cilësia po gjithashtu është e rritur, se edhe temperaturat edhe dita u rrit, temperaturat u rritën, dhe kjo është faktori kryesor për rritjen e prodhimit dhe të cilësisë së luleshtrydhjes. I eksportit ka më shumë kërkesë. Ka kërkesë edhe cilësia është më e mirë, gjithmonë kur cilësia është më e mirë, edhe kërkesa është më e lartë. Unë si fermer kam 3 hektarë, po më shumëta 90% për eksport. Tani nuk është problemi fatlum që u prish diçka nga fatkeqësia natyrore që u përmbytën, po edhe trendi i kërkesës është në rritje. Gjithmonë kur ka cilësi të mirë, ka dhe kërkesë. Kur nuk ka cilësi, deri tani kemi pasur dhe neve kemi se po bëjmë 2-3 vjet, sidomos edhe këtë vit spërkatjet me biologjike na kanë ndihmuar për ecjen para të eksporteve, që nuk kemi dalë me mbetje. Pra, ju kontrollojnë në dogana, apo jo? Patjetër, deri tani bën analizat, çdo kamion që ikën bën analizat në dogan, edhe në destinacionin ku vete janë bërë. Kanë dalë mirë. Deri tani kanë dalë me parametrat që kërkon Bashkimi Evropian. Ne po aplikojmë disa preparate që kanë dalë, janë biologjike, 24 orë karencë. Ne mbas vjeljes bëjmë spërkatjen, që do të thotë që ato luftojnë për luftimin e merimangës kuqe, që ai është problemi kryesor të luleshtrydhja. Vetëm ky. Dhe ato kanë dalë preparate biologjike që ne i bëjmë spërkatjet. Ky ishte një sezon i vështirë për fermerët e luleshtrydheve që u prekën nga përmbytjet e vjosës, pothuajse gjysma e sipërfaqes prej 200 hektar me sera luleshtrydhesh u dëmtuan nga vërshimet e lumit, por ndërkohë serat në anën tjetër të autostradës Levante-Pelen lulëzuan dhe falfidanëve cilësor të importuara nga Spanja. Me një çmim prej 3.300 lekë të reja fidani, shpenzimet për mbjellje ishin më të larta, por prodhimi cilësor duket se e ka justifikuar këtë kosto. Piku i prodhimit pritet të shoqërohet dhe me ulje të çmimit në tregun vendas, i cili deri disa javë më parë kishte mungesë produkti dhe çmime të larta.